Ndërtimi i teatrit të ri kombëtar po vijon, ndërsa punimet pritet të përfundojnë brenda vitit. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha ka ndarë pamjet nga kantieri i teatrit të ri kombëtar, projekt i cili po merr formë çdo ditë më shumë. Projekti i ri vepër e njërit prej arkitektëve më të mëdhenj bashkohor, Bjarki Ngelc, e studios daneze BIK, synon të krijojë një ndërtesë që lidhet me hapësirën e jashtme, si një strukturë performuese dhe një zgjatim fleksibël i jetës publike të Tiranës, ku teatri bëhet vetëm një aktor në kontekstin e qytetit. Projekti po zhvillohet në zonën ku ishte pozicionuar teatri kombëtar në ndërthurjen e akseve të pedonaleve. Ndërtesa është ndarë në dy pjesë, një për aktorët dhe administratën dhe një tjetër për publikun me funksion kryesor teatrin. Të dy pjesët kanë akses të veçantë. Publiku do të ketë hyrje nga fasada kryesore ose një hyrje tjetër nën hark, ndërsa pjesa e tavanit të ndërtesës do të shërbejë gjithashtu si një teatër i hapur auditor, ku publiku mund të ulet në shkallë are për aktivitete të ndryshme. Teatri i ri kombëtar në Tiranë do të jetë një nga ndërtesat më të bukura në rajon. Ky teatër do të shërbejë në kushte më optimale aktorëve e spektatorëve, por edhe do të hyjë në dinjitet në radhët e objekteve më të mira të njëjtit lloji në Evropë.